Dashur qytetarë dhe qytetare, sot përsëri në monologën e tij të dielës Edi Rama lëshoi serialin e gënjeshtrave dhe trillimeve. Kështu, pasi u damkos nga institucioni i Tender Europe, i cili në vlerësimet e tendrave në 38 vende gjeti se Shqipëria kishte një rënje dramatike nga viti 2010 gjerë në vitin 2026, nga 80 pikë që kishte në vitin 2010-13, bie në 64 pikë në vitin 2026 dhe se cili nga ju mund të shoh këtë grafik të këtij institucioni. Përveç kësaj, Europe Tender gjen se transparenca ka rënë në 50 pikë dhe dramatike është se flamujt e kuq kanë 40% të tendrave dhe në këtë kontekst rikujtoj këtu se është Bazhanaku i Edi Ramës që ka fituar qindra tendra sekrete në kundërshtim me ligjin dhe vetëm në një vit ka marrë 800 transakcione pagesa nga thesari i shtetit. Pra, një gënjeshtër sa më shumë të përsëritet bëhet aq më e zezë dhe nuk bëhet e vërtet. Së dyti, në monologun e tij ai u ndal tek një konferencë e zhvilluar në Tallinn ku në mënyrën më të papërgjegjshme krahasoi pa u skuq, pa u zverdh shqiptarët me talebant, duke u përvjekur të jetë interesant se shqiptarët janë në besimin e tyre të perëndimit si talebant e Europës. Asgjë s'na lidh si lidh shqiptarët me talebant, nuk i lidh as së shkuara, as besimi i tyre, as politika dhe as gjë tjetër. Ata janë një organizatë terroriste e damkosur dhe krahasimi i kombit tënd me një organizatë si ajo të tregon se je një njeri shplar që je i gatshëm të thuash çdo fjalë për të bërë interesant. Po në këtë konferencë mori përgjigjen që meriton lideri apo për të mos thënë budallaj global. Moderuesi i konferencës hodhi poshtë tezat e tij, këshillat e tij për Europën dhe kjo hedhje poshtë u durtrokit nga audienca, çka e nervozoi shumë Edi Ramën dhe harroi se është një konferencë ndërkombëtare, filloi të thotë se nuk kam thënë këtë apo atë. Përveç kësaj, por në konferencë përsëriti gënjeshtrën e tij banale se nga vitet 60 deri sot, nga Shqipëria dhe Rusia nuk kanë patur asnjë shkëmbim vizite në një kohë kur kanë qenë të paktën mbi 12 vizita, ndër të cilat të niveleve president, kryeministra, kryetar parlamentesh dhe vetë Sergej Lavrov në vitin 2004 ka ardhur në Shqipëri dhe ka iniciuar me partinë e Edi Ramës traktatin e miqësisë. Në monologun e tij, ndër të tjera u ndal dhe tek rezoluta që u votuar në parlament duke pretenduar se opozita e votoi pasi konstatoi se po zhbllokohet IBAR. E vërteta është opozita ka një tezë nga e cila nuk lëviz se Shqipëria përveç kriterit gjeopolitik nuk plotëson absolutisht asnjë kriter për antarësimin në Bashkimin Evropian, por opozita e mbështet këtë proces si një proces të diktuar nga gjeopolitika dhe kur ndonjëherë nuk ka menduar dhe nuk mendon të bllokojë procesin. Rezoluta nga alfa tek omega nuk ka asnjë fjalë se nuk mund vije asnjë fjalë vlerësimi për punën e qeverisë apo parlamentit, por thjesht rrjedhton kërkesa detyra të domosdoshme për procesin e integrimit.